Në zemër të pyllit të dajtit, ku gjelbërimi ishte aq i dendur sa dielli mezi arrinte tokën, Artani i vogël, i zbetë si mjegulla e mëngjesit dhe me një koll që nuk zhdukej, gjeti Luanin, një elefant të plagosur. Artani, me sytë e tij të mëdhenj e kurioz, fshinte brishtësinë e 8 viteve të tij dhe sëmundjen që e mbante në fshatin e vogël e të izoluar. Ai ecte ngadalë, duke mbajtur një byzylyk shumë ngjyrësh që ja kishte bërë nëna, një amulet. Luani, një gjigant me lëkurë të rrudhur dhe një veshë të shyrë nga një luftë e vjetër, ishte shtrirë pranë një përoj, me këmbën e përparme të fryrë, një vajtim të heshtur në shikimin e tij të dhimbjes dhe mençurisë. Skena ishte zemërthyes. Djali, i cili mezi kishte forcën të mbante veten, pa vuajtjet e asaj kafshe të madhe. Pa menduar 2 herë, Artani ju afrua, fryma e tij vinte me pantallona të shkurtra, por dëshira për të ndihmuar ishte më e madhe se frika e tij. Ai kishte një copë pëllure në çantën e shpinës, llojin që gjyshja e tij përdorte për të shëruar plagë të vogla. Me duar të dridhura por të forta, ai pastroi plagën e Luanit, një gjest kaq i vogël, por plot guxim që vinte nga brenda. Elefanti, pavarësisht dhimbjes së tmerrshme, nuk lëvizi, sytë e tij ngulur tek ai djalit, sikur të njihte pastërtinë e asaj prekjeje. Një pakt i heshtur ishte vulosur atje, midis brishtësisë njerëzore dhe forcës së natyrës. Ajri në hapësirë ishte i lagësht dhe mbante erë toke të lagësht. Gjethet të mëdha lëkundeshin në erë, pothuajse sikur vetë pylli po mbante frymën. Artani, me batanien e tij të preferuar të mbështjell rreth shpatullave, u ul pranë Luanit. Ai nuk po qante nga dhimbja për sëmundjen, por përkundrazi për trishtimin e elefantit. Luani, nga ana tjetër, lëshoi një rënkim të ulët, një tingull lehtësimi dhe e vendosi kokën e tij të rënë në tokë, afër djalit. Ai vend, më parë vetëm një hapësirë midis pemëve, ishte bërë një streh për 2 shpirtra të plagosur. Artani kishte një të qeshur të dobët, e cila shfaqej edhe mes kollitjes së tij. Luani, me veshin e tij të shyrë, kishte një mënyrë për të lëvizur feçkën e tij që dukej sikur po tunte kokën. Gjëra të vogla që i bënin ata unik. Djali foli me Luanin, i tregoi për fshatin e tij, për lodrat me të cilat nuk mund të luante, për ëndrat që kishte. Luani dëgjonte, sytë e tij inteligjent nuk i largoheshin kurrë Artanit nga fytyra. Ai elefant, kaq i madh dhe i egër, rrezatonte një qetësi që shëronte ankthin e djalit. Ishte sikur forca e Luanit mbushte boshllëqet që sëmundja kishte lënë tek Artani. Dielli filloi të perëndonte, duke e lyer qiellin me portokalli dhe vjollcë. Pylli fitoi tone më të errëta dhe ajri u ftoh. Por Artani nuk e ndjeu të ftohtin, vetëm ngrohtësinë e atij giganti në krah të tij. Jeta e djalit, më parë plot me spitale dhe ilaçe, fitoi një kuptim të ri. Një lidhje që askush në fshat nuk do ta kuptonte kurrë, një sekret i ndarë midis një fëmije të sëmurë dhe një elefanti të plagosur. Ishte provë se misia më e pastër mund të shfaqet në vendet më të papritura, një lidhje që të i kalon gjithçka, duke thurur një histori kujdesi të ndërsjell në thellësitë e pyllit të dajtit. Ditët në pyllin e dajtit zgjateshin dhe dielli që shkëlqente mes pemëve dëshmonte rritjen e një lidhjeje të papritur. Artani dhe Luani, djali i brisht dhe elefanti madhështor, u bën qendra e një bote private, ku heshtja e pyllit mbushej me shoqërinë e tyre të ndërsjell. Luani, me veshin e tij të shyrë dhe një vështrim tani më të qetë, ishte hija mbrojtëse e Artanit. Rutina e tyre ishte e thjeshtë, por plot kuptim. Luani, me feçkën e tij, do t'i sillte djalit gjethet më të freskëta dhe frutat më të ëmbla që gjente në pyll, duke i vendosur ato me delikatesë të pabesueshme pranë batanies së Artanit. Djali, nga ana tjetër, do të ndante biskotat e tij të pakta, duke qeshur me mënyrën e kujdesshme se si Luani i mblidhte ato. Artani do të kalonte orë të tëra i shtrirë pranë barkut të ngrohtë të elefantit, duke ndjerë ritmin e ngadalë dhe të qëndrueshëm të frymëmarrjes së tij, një tingull që i qetësonte kollën dhe i largonte frikën. Ishte vendi më i sigurt në botë. Elefanti, i cili më parë kishte ndjerë dhimbjen e plagës dhe vetminë e tij, dukej se shërohej më shpejt me praninë e Artanit. Plaga në këmbën e tij po zvogëlohej dhe Luani po rifitonte forcën. Artani, pavarësisht sëmundjes që po e gëlltiste, gjeti te giganti një burim gëzimi dhe qëllimi. Ata luanin në mënyrën e tyre, Artani hidhte degë të vogla dhe Luani i kapte me trungun e tij, duke i sjellë përsëri. Ose Artani përpiqej të vizatonte me një degës në dhe Luani shikonte me kuriozitet, duke bërë tinguj të ulët miratimi. E qeshura e butë e djalit ishte melodia më e bukur që kishte dëgjuar ndonjëherë pylli.
era e tokës së lagësht, përshpëritja e erës në përpemë dhe kënga e largët e zogjve ishin kolona zanore e miqësisë së tyre. Çdo gjest i Luanit ishte një përkëdhelje, një shenjë mbrojtjeje. Ndonjëherë elefanti e ngrinte butësisht me trungun e tij, aq sa Artani mund të shihte majat e pemëve, një shkëndijë e vogël e një bote që sëmundja e tij e kufizonte. Ajo ishte një streh paqeje, e ndërtuar mbi besim dhe dashuri. Megjithatë, koha, një armik i padukshëm, nuk ndalej. Artani, pavarësisht gjithë gëzimit që i sillte Luani, e ndjeu trupin e tij të dobësohej pak më shumë çdo ditë. Ethet vinin më shpesh, lodhja ishte më e thellë. Kolla u bë më e rëndë, duke ja marrë frymën. Dhe Luani, me inteligjencën e tij të mbret, e vuri re. Vështrimi i tij, më parë i qetë, tani mbante një hije shqetësimi. Ai kaloi më shumë kohë pranë Artanit, me barkun e tij që i prekte dorën djalit më shpesh, një britme e ulët, e ngadalë që i dilte ndonjëherë nga fyti, sikur ta dinte se diçka e çmuar po fillonte të venitet. Zhurma e ëmbël e pyllit të dajtit filloi të thyej nga një lloj i ri heshtjeje. Një heshtje që i shtrëngonte gjoksin Luanit, elefantit, me veshin e tij të shyrë dhe shikimin e tij vëzhgues. Artani, djali, kalonte më shumë kohë në heshtje mbi batanie, kollitja e tij më e fortë, e qeshura e tij e butë më e rrallë. Era e tokës së lagësht dhe e pishës që më parë kishte sjell paqe, tani ishte përzier me një ajër të rënd, një mungesë delikate që Luani, me instinktin e tij të mbret, e ndjente në çdo pore të lëkurës së tij të rrudhur. Djali nuk mund të shkonte më te Luani në përrua. Giganti duhej të përshtatej. Ai filloi të qëndronte më afër kasolles së Artanit, figura e tij imponuese një roje e heshtur në buzë të pyllit. Nëna e Artanit, e cila më parë kishte ndjerë një përzierje frike dhe mirënjohjeje për elefantin, tani shihte vetëm kujdesin mbrojtës të kafshës. Por as nëna e djalit, me gjithë dhimbjen e saj, nuk e kuptoi thellësinë e të kuptuarit të Luanit për atë që po ndodhte. Artani, në momentet e tij të kthjellësisë, ndjeu se koha po i rrëshiste si rëra midis gishtërinjve. Duart e tij të vogla, dikur plot dëshirë për të vizatuar dhe prekur, tani mezi e mbanin byzylykun shumë ngjyrësh. Ai nuk fliste për vdekjen, por vizatimet e tij ndryshonin. Tani, ato ishin shkaravina të një elefanti që fluturonte drejt diellit, ose të një ylli të vogël që shkëlqente fort në qiellin e natës. Në pafajësinë e tij fëminore, ai e kuptoi se lamtumira po afrohej. Lodhja ishte si një batanie e rëndë dhe brishtësia e trupit të tij të vogël ishte e dukshme me çdo frymëmarrje. Luani, atëherë, filloi të reagonte në mënyra që i habitën të gjithë. Vështrimi i tij ishte më i fiksuar tek Artani, më intensiv, pothuajse i dëshpëruar. Ai e preku djalin me majën e feçkës së tij, një përkëdhelje të butë, sikur donte ta mbushte me jetën e tij. Ai lëshoi britma të ulta, të grykës, një tingull vajtimi që i honte në përpyll, një lutje ndaj natyrës, ndoshta, për ta kursyer mikun e tij të vogël. Ai u përpoq ta shtynte butësisht djalin, sikur donte ta ngrinte, ta sillte përsëri në jetë. Një pasdite, Luani solli një tufë me lule të egra, më të bukurat që mund të gjente. Ai i vendosi me kujdes pranë Artanit, i cili mezi i kishte hapur sy. Elefanti u shtri pranë kasolles, ndërsa trupi i tij e mbronte nga të ftohtit që ngrihej nga malet. Heshtja ndërpritej vetëm nga zhurma e frymëmarrjes së dobët të Artanit dhe nga rënkimet e mbytura të Luanit. Elefanti ndjeu jetën e mikut të tij të zvogëlohej dhe në zemrën e tij gjigante, dhimbja filloi të qetësohej, duke treguar, pa fjalë, thellësinë e dashurisë së tij. Ajri në pyllin e dajtit ishte i rëndë. Nuk ishte fladi i zakonshëm që i tunte gjethet, por një heshtje e dendur, pothuajse një paralajmërim. Artani, i shtrirë në batanie, ndjeu se me çdo frymëmarrje që merrte, jeta po i rrëshiste pak më shumë. Sytë e tij, dikur plot kuriozitet, tani mbanin një trishtim të thellë, të dikujt që e dinte se fundi ishte afër. Luani, elefanti me veshin e shyrë, i ndjeu të gjitha këto. Trupi i tij i madh dridhej përbrenda, një britme e heshtur që vetëm ai e dinte. Çdo çast bëhej i çmuar, çdo prekje, një lamtumir. Djali, me pak forcë që i kishte mbetur, donte një çast të fundit me mikun e tij gjigant. Ai e thiri Luanin me një përshpëritje të dobët. Elefanti u afrua, feçka e tij u zgjat butësisht. Artani, me shumë përpjekje, mori byzylykun e tij shumë ngjyrësh, atë që i kishte bërë nëna e tij. Luan, belbëzoi ai, zëri i tij pothuajse po i shuhej. Për ty kujdesu për mua. Gjithmonë. Ai e vendosi byzylykun në majë të feçkës së elefantit. Ishte një dhuratë, një premtim.
kërkesa e vogël e një fëmije që miku i tij ta kujtonte. Luani e mori byzylykun me një ëmbëlsi që ja mbushi sytë e mençur. Ai e mbështolli butësisht rreth feçkës së tij si një thesar. Nuk kishte si të fliste, por shikimi i Luanit i thoshte të gjitha, do të kujdesem për ty, miku im i vogël. Gjithmonë. Elefanti u shtri pranë Artanit, trupi i tij i ngrohtë shërbeu si streh nga të ftohtit që po fillonte të ngrihej nga malet. I gjithë pylli dukej se mbante frymën, duke dëshmuar atë lamtumir pa fjalë, një lidhje që të i kalonte barrierën midis specieve. Artani, duke ndjerë ngrohtësinë e elefantit, mbylli sytë. Një buzëqeshje e lehtë, pothuajse e padukshme, u shfaq në buzët e tij të zbehta. Ai mund të dëgjonte rrahjet e zemrës së Luanit, të ngadalta dhe të fuqishme. Ajo ishte streha e tij e sigurt, streha e tij e fundit. Nuk kishte më dhimbje, vetëm paqja e atij momenti të fundit, e ndarë me kujdestarin e tij gjigant. Aroma e pyllit, zhurma e largët e një përroj, gjithçka u përzije në një melodi lamtumire. Rrezet e diellit po fillonin të fshiheshin pas majave. Hijet po zgjateshin, duke gëlltitur hapësirën ku ishin dy miq. Luani mbeti aty, i palvishëm, prania e tij masive ishte ngushëllimi i fundit për Artanin. Sytë e tij nuk u shkëputën kur nga djali. Ai ishte perëndimi i fundit i diellit që do të shihnin së bashku. Nuk do të kishte më lojra, as biskota të përbashkëta, as histori të treguara. Vetëm kujtimi i një dashurie të pastër, gati për t'u bërë një jehon e përjetshme në malet e Dajtit. Vetëm siguria se lamtumira, edhe pa fjalë, ishte më e dhimbshmja nga të gjitha. Mëngjesi që pasoi lamtumirën e fundit të Artanit dhe Luanit agoi me një vello mjegulle që mbulonte malet e Dajtit. Dielli përpiqej të depërtonte në re, por drita e tij dukej e dobët, pa forcën e ditëve të tjera. Në kasollen e vogël, Artani pushoi. Gjumi i tij ishte i lehtë, një pëshertim e fundit paqeje pas kaq shumë mundimesh. Ai u largua ngadalë, në heshtje, pa një rënkim. Vetëm trupi i tij i vogël mbeti atje, duke lënë një boshllëk të madh që ajri i pyllit dukej se e ndjente. Luani e dinte. Nuk vinte asnjë zhurmë nga kasolja, madje as aroma e çajit bimor që nëna e Artanit e përgatiste gjithmonë. Aroma e djalit, dikur kaq e pranishme, tani ishte vetëm një kujtim në erë. Elefanti u ngrit, hapat e tij të rënd gatuanin tokën e lagësht. Ai eci drejt derës së kasolles, nuhati dhe lëshoi një rënkim të ulët, një tingull dhimbjeje që askush, përveç Artanit, nuk e kishte dëgjuar ndonjëherë prej tij. Byzylyku shumë ngjyrësh i djalit, ende i mbështjell rreth feçkës së tij, dukej se shkëlqente në atë heshtje. Luani e shtyu derën me hund dhe shikoi brenda, në shtratin bosh. Sytë e tij, plot mençuri, u mbushën me lodh. Lajmi i largimit të Artanit u përhap në të gjithë fshatin e vogël. Fqinjet dhe anëtarët e paktë të familjes u mblodhën për t'i thënë lamtumirën në faltoren fshatare, jo shumë larg kasolles. Arkivoli, i thjeshtë dhe i bardhë, ishte i mbuluar me lule të egra, të njëjtat që Artanit i pëlqente t'i mblidhte në pyll. Njerëzit qanin, duke murmuritur vajtime, duke kujtuar djalin trim që luftoi aq shumë. Ajri ishte i rënd, i mbushur me një trishtim që i shtrëngonte gjoksin të gjithëve. Pa pritmas, një murmurim filloi në derën e faltores. Një hije gjigante u shfaq, duke u projektuar mbi fytyrat e zbehta dhe të frikësuara. Luani. Elefanti i pyllit, të cilin njerëzit e njihnin vetëm nga historitë dhe përshpëritjet, ishte atje. Ai ecte ngadalë nëpër korridor, trupi i tij i madh lëvizte me dinjitet mbresëlënës. Nuk kishte zemërim në sytë e tij, vetëm dhimbje të thellë. Njerëzit u tërhoqën, të frikësuar, por askush nuk guxoi të bënte një zë, i magjepsur nga skena e pabesueshme. Luani u ndal pikërisht para arkivolit. Heshtja ishte aq e madhe sa mund t'i dëgjoje zemrat e tyre duke rrahur. Me një delikatesë të pabesueshme, elefanti e zgjati feçkën e tij. Maja e butë preku arkivolin e bardhë. Pastaj, Luani, me një lëvizje të ngadaltë, e zgjidhi byzylykun shumë ngjyrësh të Artanit nga feçka e tij dhe e vendosi butësisht mbi drurin e arkivolit, pranë luleve. Ai uli kokën, hundën afër arkivolit dhe lëshoi një ulërim të gjatë, të grykderdhur, një britm që vinte nga shpirti i pyllit, një lamtumir që u atheu zemrat të gjithëve. Disa njerëz të paftë të përmbanin veten, shpërthyen në lot, disa duke filmuar momentin të tronditur dhe mosbesues. Ai elefant, i egër dhe i lirë, ishte aty, duke qarë në mënyrën e tij, duke i thënë lamtumir mikut të tij të vogël.
Imazhi i fundit i gdhendur në mendjen e të gjithëve ishte Luani, giganti i dajtit, duke qëndruar atje përpara arkivolit të bardhë, me kokën ulur, byzylyku i tij shumë ngjyrësh që shkëlqente në dru.